Temperaturat zbresin deri në -9 °C ja qytetet ku pritet të bëj më ftohtë. Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime me shtim gradual të vranësirave deri të dendura. Rreshjet e shiut pritet të bëhen prezente në orët e mbrëmjes. Fillimisht në jug gradualisht do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit. Në juglindje në lartësinë mbi 600-700 metër dhe në relievet malore në lindje në lartësinë mbi 800-900 metër, rreshje dëbore me intensitet ulët. Temperatura do të pësojnë ulje në të dyja vlerat, ato maksimale do të arrijnë deri në 10 °C, ndërsa ato minimale do të zbresin deri në -9 °C. Temperaturat më të ulta pritet regjistrohen në zonën e Bajramcurit dhe të Peshkopis. Era do të fryjë me drejtim veri lindje me shpejtësi mesatare 9 metër në sekond, përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 20 metër në sekond. Valëzimi në detet Jon dhe Adriatik do të jetë i forcës 3 deri 4 ball.